Kompania A2 Group në pronësi të Valon Ademit ka reaguar pas postimit të fundit të Begjet Pacollit, duke akuzuar se forcat e errta të cilat dikur kanë përfaqësuar palën ruse kërkojnë të blejnë flamurin ton kombëtar. Në postimin e saj, 2A Group e paraqet konfliktin si një luftë për dinjitet dhe identitet kombëtar. Nuk jam në luftë me ata që flasin me metafora, as me ata që mbulojnë mashtrimin me buzëqeshje, e as me mashat. Lufta ime nuk ka emra, por ka kuptim. Lufta ime është me Kompartment Berninën, jo si emër, por si simboli asaj bote që kërkon të blej flamurin ton, thuhet në reagim. Deklarata përmend drejt për drejt Bart Turtleboom, njeriu që dikur përfaqësonte palën ruse në negociatat me Paris Club, duke e cilësuar këtë si një kujtesë të rrezikut që sipas 2A Group fshihet pas formulave të qeta financiare. Mëtej, kompania thekson se përplasja me Pacollin nuk ka të bëjë me përfitime materiale. Nuk jam në luftë me ata që flasin me metafora, as me ata që mbulojnë mashtrimin me buzëqeshje, e as me mashat. Lufta ime nuk ka emra, por ka kuptim. Lufta ime është me Kompartment Berninën, jo si emër, por si simboli asaj bote që kërkon të blej flamurin ton. Ajo përfaqësohet nga Bart Turtleboom, njeriu që dikur përfaqësonte palën ruse në negociatat me Paris Club. Nuk është rastësi, është kujtesë. Një kujtesë se pas çdo formule financiare që duket e qetë, mund të fshihet një synim për të zhdukur rënjët. Unë nuk jam në luftë për para, sepse sistematikisht deri në gusht Pacollit mi ofruan ato. Jam në luftë për të mos humbur kuptimin e fjalës Shqipëri, sepse për mua Vlora International Airport nuk është një investim, është një pjesë e shpirtit të një kombi që ngrihet për të fluturuar mbi hijet që duan ta mbajnë poshtë, thuhet në njoftimin e 2A Group. Pak pasi gjykata mori vendim që të bllokojë çdo veprim të shoqërisë Mapco Construction SA në aeroportin e Vlorës, ka reaguar Begjet Pacolli. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Pacolli shkruan se aeroporti po përfundon brenda afateve kontraktuale, duke kujdesur të lavdërojë vizionin estetik të kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë ai po ashtu akuza se nga Shqipëria po i bëhet një komplot për t'i marrë atë çka është e tija, duke ju referuar aeroportit të Vlorës. Çfarë është ky komplot i koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim, pikërisht tani që ndërtimit e aeroportit po i vjen fundi? Çfarë janë këto ofendime? Kush po e orkestron këtë fushat shpifjesh dhe pse? Unë, përveç se po përpiqem të mbroj pronën time, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje. Duket qartë se dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për të dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, por nuk do të pranoj kurrë asgjë që nuk më takon. Kam dhënë kontributin tim të ndershëm me qindra miliona euro investime që vijnë 100% nga asetet e mia personale, të dokumentuara dhe të garantuara me fondet dhe kolateralet e mia private, asnjë qindark publike. Çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime. Fakte, dokumentet e Zoti janë dëshmitar të qëllimeve të mia të mira. Dua të lë në Vlorë një trashëgimi, duke e ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet, por një gjë është e sigurt, nuk mund të duroj më këtë padrejtësi, ku përbaltet emri im, dinjiteti dhe investimi im. Këto sulme të organizuara do t'i përballoj me të vërtetën dhe me faktet në dorë. Në një koment poshtë statusit të tij, Pacolli thekson se ditët e fundit në media po qarkullojnë shkrimet të sponsorizuara kundër tij, thashë theme e teori konspirative nga persona që Baca Begjet thotë se u ka ndërprer tagjim për shkak të abuzimeve. Ditët e fundit po qarkullojnë artikuj të sponsorizuar, thashë theme e teori konspirative nga individ të cilëve u ka ndërprer tagjim për shkak të abuzimeve evidente që kanë kryer. Besoj fort se drejtësia do të veprojë në mënyrë të paanshme dhe ligjore, duke bërë detyrën e saj ashtu siç duhet, shton Pacolli. Reagimi i Begjet Pacollit vjen pas lajmeve për një vendim të gjykatës së Tiranës që vendosi të bllokojë çdo veprim të mundshëm të tij ndaj koncesionarit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Sipas vendimit, gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e paraqitur dhe ka marrë masën e sigurimit të padis ndaj shoqërisë Vlora International Airport, duke pezulluar çdo vendim të planifikuar në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve, e cila ishte caktuar të mbahej me 20 tetor 2025. Gjithashtu, në bazë të këtij vendimi, pezullohet e drejta e votës e ortakut të shumicës, shoqërisë Mapco Construction SA, e drejtuar nga Begjet Pacolli, deri në regjistrimin e kontratës së shitjes së 49% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Via SHPK, të transferuara më 2 prill 2025 tek blerësi 2A Group SHPK.
Ndërkohë në një postim të 2 ditëve më parë, ish-presidenti i Kosovës Bexhet Pacoli ndau një mesazh entuziast për përfundimin e punimeve në aeroportin e Vlorës, të cilin e cilëson si një nga projektet më të mëdha private në infrastrukturën publike në Shqipëri. Aeroporti i Vlorës po përfundon brenda afatit kontraktual dhe po merr formën e një prej aeroporteve më moderne, më funksional dhe më të bukur në të gjithë rajonin, ka shkruar Pacoli. Ai madje vlerësoi edhe rolin personal të kryeministrit Edi Rama, duke theksuar vizionin e tij për dizajnin dhe zgjidhjet estetike të aeroportit. Sipas Pacolit, kjo vepër po shndërrohet në një butik aeroport unik në llojin e vet dhe krenari kombëtare. Aeroporti i Vlorës është hipotekuar si garanci financiare kundrejt një marrëveshjeje huaje midis Magbo Construction SA dhe Delfo Securities SAR për një shumë prej $100 milion marrë nga Bexhet Pacoli në mars të këtij viti. Dokumenti që ka siguruar Gazeta Tema tregon një kontratë kredie midis Magbo Construction, që është huamarrësi, dhe Delfo Securities, që është huadhënësi, e datës 26 mars 2025 me një shumë totale prej 100 milion eurosh. Huadhënësi ka vendosur si kusht dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive, si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të vijas. Po ashtu, tek paketa e sigurisë është theksuar se duan garanci mbi të ardhurat e Vlora International Airport, përfshirë edhe garanci qeveritare, si dhe garancit mbi llogaritë e projektit. Në një marrëveshje anësore si aneks i kësaj marrëveshjeje, thuhet se Vlora International Airport do të bëhet bashkëhuamarrës pas fillimit të projektit. Para kësaj nuk kërkohet miratimi i qeverisë shqiptare. Pra këtu qëndron pika kyçe anë shkalimit të kontrollit të qeverisë mbi koncesionin dhe mundësinë e përfundimit të tij në një fond investimesh offshore, pas të cilit qëndrojnë investitorë rus dhe kazak. Totali i shumës është facility amount, $100 milion, ndërsa shuma e angazhuar është $97 milion. Qëllimi është financimi i ndërtimit dhe operimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës dhe shpenzimeve të përgjithshme korporative e lidhura me këtë projekt. Periudha e interesit është një vit pas dispursimit dhe çdo vit më pas, ndërsa termat kryesor financiar janë me interes fillestar 7.625% në vit. Interesi për vonesat shkon nga 9.625% deri në 13.625% në varësi të kohëzgjatjes së mospagimit. Pra, pagesa e këstit do të bëhet çdo vit me detyrim për të shlyer të paktën 20% të shumës së UA-s në çdo vit të fundit të periudhës së UA-s. Huadhënësi ka vënë si kusht dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive, si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të vijas. Në paketën e sigurisë përcaktohet qartë se duan garanci mbi të ardhurat e aeroportit të Vlorës, përfshirë garancinë qeveritare dhe garancitë mbi llogaritë e projektit. Nga një hetim më i thelluar kuptohet se Delfos Security, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e inkorporuar sipas ligjeve të Luksemburgut, është një subjekt i pasiguruar i titullarizimit. Sipas ligjit të Luksemburgut të datës 22 mars 2004, selia e saj është në adresën Antoni Jans në Luksemburg dhe është e regjistruar në regjistrin e tregtisë dhe shoqërive të këtij vendi me numrin B291432. Kompania përfaqësohet nga Bart Turtleboom, banues në Zvicër, mbajtës i pasaportës zvicerane që vepron në emër të ndarjes së saj. Pra, financuesi i saj real është Compartment Bernina, e cila është një kompani offshore. Nga ana tjetër, Bart Turtleboom ka qenë i përfshirë në klubin e Parisit me Rusin, veçanërisht në lidhje me borxhin rus ndaj këtij klubi, si pjesë e rëndësishme e karrierës së tij në financa ndërkombëtare. Ai ka punuar në transaksione që kanë të bëjnë me Rusin dhe tregjet në zhvillim, ndërsa Compartment Bernina formalisht nuk dihet kush e zotëron, por pas saj qëndrojnë personazhe nga Kazakistani dhe Rusia.